Do temat dy të kemi për qefi shumë. Pavarësisht ku numërohen, certifikohen në rezultatet, në të ardhmen e parashikueshme, kemi me jetu me një vend që kvalitetin e ajrit e ka ndër ma të këqit në Evropë, nëse jo ma të keqin. Kemi me pas bashkëqytetarë që gjujnë bërlëg gjithka, edhe ka deponi ilegale gjithandej, edhe mos flasë mas nej, veturat e vjetra edhe krejt hallakamen, edhe kemi me dek rrugve për faqet zezë. Ka ja nisë që kjo, duhet mundru vedia qytetarëve mos me gjujtë bërlëg gjithkun, duhet se shtetin nërmen me intervenu nuk e ka. Problemi është, a e di mas pari sa serioze është të lash, ja e pash që keni hullumtu diqka në atlas, apo ka naj copy-paste zgjidhje pej dika tjetër. Ajo që na të bo në atlas është copy-paste, po veç me i bo ma të kuptushme për publikën. Mos me i lonë raporte si të bankës botërore nga 180 faqe apo agjencisë për mbrojtjen e mjedisit, ku nuk i merr vesh askush. Po me i thjeshtësu që qytetarët me pa që okej, neve po na merren 300 milion euro në vetë në emën taksës mjedisore, po vetë 7 milion po shpenzohen për mjedis, po na merren 300 milion nuk po vendosën filtra, unë e mora raportin e fundit të agjencisë për mbrojtjen e mjedisit. Për 4 vjetë, qeveria Kosovës ka investu në mbrojtje të ajrit dikon 800.000 euro, për të njëjtën periudhë, qeveria japoneze i shpenzon gati 3 milion. Tash pse me arë prej Japonisë edhe neve me na mbrojt ajrin kur ne vetëm se mbledhëm një taks mjedisore, edhe ajo taks mjedisore do të më shkruaj për mbrojtjet e ambientit. Ti je sportist edhe varapon me siguri shpesh në këtë qytet. Edhe dilema që e dëgjova një ditë është ma mirë, a ma shumë i shëron mu shkri të vrapu, apo i dëmton nëse vrapon në këtë ambient të papa. Ajo që ka e di sigur, është nëse ki kërë me euro 5, nëse ki vetur me euro 5, ma i pasur është ajri që del pja uspuhit, se so ajri që qënën mushkrin nëse jeton në Prishtinë ose në Biliq. Këto ta garantoj? Dhana që jena të i pa prej Institutit Hidrometeorologjik, kërë ka vendos ta matë se kualitetit të ajrit, neve na del që konstantën vjetore, pika ma e ndotën është të matësi në të rilindja, më ndotër se të dardhishtja dhe në Palaj, ku jënë në Obiliq, edhe aty ku ka aktivitetet termocentraleve, se aty është ndotën gjatë muajve të dimrit, po në qytet është konstant edhe gjatë verës për shkak të veturave, se ne ato që e publikuam duke marrë dhanat prej Ministrisë së Punëve të Brendshme, ishte që 88% e veturave në Kosovë janë me naftë, që ndotin ma shumë se sa lloje tjera, qoftë hibrid, qoftë elektrike apo edhe me benzin. Krahasim me Bashkimin Evropian që janë 13% mesatarja veturave me naftë, edhe tjetra që mesatarisht janë dikon vjetërsia veturave është 18 vjetë. Do të thonë, na jena në vitin 2025, veturat shumica janë që janë prodhuar në 2010 e më herët. 2006, 2008. Edhe ne nuk ka ndryshu politika e importit veturave, ende ka akcizë për vetura elektrike edhe nëse është pak e përdorur jashtë vendit. Edhe kur kemi ministra, si që këna pas atë ministrin e kaluar, edhe ende në detyrë, i cili vozit vetur me tabelat të Shqipërisë, edhe nuk ka interesim me ndërru politikat në vendin ku është duke ushtru detyrën. Për shkak se ajo pse shumica e njerëzve që kanë dokumentet Shqipërisë i regjistrojnë atje, se është doganimi më i lirë, taksat janë më të lira dhe pastaj e shfrytëzojnë edhe